Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ditën e djeshme një tragjedi na ka shokuar të gjithëve, në fakt kanë qenë 2 ditë të vështira, një tragjedi në Maqedoninë e Veriut, vajza 24 vjeçare e cila humbi jetën në mënyrë të paditur, gjithashtu edhe vrasja e 2 vëllezërve nga ana e Dhëndrit në Kosovë. Por çfarë mësuam nga këtë histori? Sidomos nga historia e 2 vëllezërve të vrarë nga ana e Dhëndrit, mësuam torturën dhe krimin që ky burg kishte bërë gradualisht tek bashkëshortja e tij, por njëkohësisht mësuam edhe dështimin e institucioneve shqiptare në të gjitha këto ngjarje të vazhdueshme në shoqërinë tonë. Po të bëjmë një retrospektiv që nga rasti Liridona Ademaj dhe deri më sot sa gra kanë humbur jetën, sa gra janë torturuar dhe institucionet si në Maqedoninë e Veriut, si në Kosovë, si në Shqipëri po tregojnë dështime të njëpasnjëshme dhe korrupsion jashtëzakonisht të madh. Nga rasti i vrasjes së 2 vëllezërve kuptuam një person i cili edhe ishte liruar nga burgu për krime që kishte bërë, domethënë kjo është e pafalshme, kjo është e paimagjinueshme, por unë sot do t'jap detaje më të hollësishme. Driton dhe Naim Morina u vran nga dhëndri i tyre Astriti Sufi. Ky i fundit u arestua ditën e djeshme nga policia e Kosovës pas një operacioni të madh kërkimor për të. Ndërkaq, gjykata themelore në Prishtinë, divizioni për çështje penale Dega në Glogoç kishte shpallur akt gjykimin dënues ndaj të akuzuarit i Sufi, i cili është shpallur fajtor për veprën penale dhunë në familje dhe kanosje. Do me thënë, ky zotëria që ka vrarë 2 vëllezërit e gruas, që e ka paralajmëruar gruan e tij, e ka rrahur masovikisht, e ka rrahur në ditën e Bajramit, e ka rrahur pse nuk i ka zgjuar fëmijët nga gjumi, ka thyer tavolinën, e ka përmbysur tavolinën e bukës përse nuk ka bukë. Do me thënë, flasim për një histori që realisht është e paimagjinueshme të besohet në vitin 2025 dhe unë me të drejtën e plot si gazetar pyes veten, ku janë institucionet? Ne votojmë, ne ju besojmë këtyre politikanëve tanë që vetëm politikan nuk mund t'i quash, dhe më në fund, kur vjen puna për mbrojtjen e qytetarit, si në Shqipëri, si në Maqedoni, si në Kosovë, qytetari është zero i mbrojtur nga politika, sepse korrupsioni është mbi gjithçka. Do me thënë, institucionet janë në gjendje të shesin edhe shpirtin e tyre vetëm e vetëm për të mbrojtur një kriminal sepse ka paguar disa para. Sipas njoftimit të zëdhënëses së gjykatës Mirlinda Gashi, pas ngritjes së aktakuzës më 7 prill të vitit 2025, do me thënë kthehemi shumë muaj mbrapa, dhe pas zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor më 16 prill të vitit 2025, gjykata ka vendosur që të dënojë të akuzuarin me 154 ditë burgim, si dhe me një gjobë prej 800 eurosh. Imagjino çfarë burgimi. Gjykata ka përcaktuar që gjoba të paguhet brenda 90 ditësh nga plot fuqishmëria e akt gjykimit. Mirë, tani kjo gjykata, kjo zonja Mirlinda, e dashur, ky personi që do t'i paguante ty ato 800 euro të ndryshon karakterin ai? Dhe unë nuk e kuptoj, do me thënë, sa gra duhet të vriten, sa njerëz duhet të vriten që institucionet tona të marrin ligje më të ashpra. Tani, ndërsa vazhdojmë, në rast mos shlyerje, ajo do të zëvendësohej me burgim duke llogaritur 20 euro për një ditë burgimi. Koha e kaluar në paraburgim që nga 6 prilli i vitit 2025 do t'i llogaritej në dënimin e shqiptuar, me akt vendimin të veçantë të akuzuarit Astrit Isufi, i cili është caktuar masa e paraburgimit deri në plot fuqishmërinë e akt gjykimit, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. Ndërkohë, mbrojtësi të akuzuarit ka paraqitur ankesë në gjykatën e apelit të Kosovës. Kolegja jonë e nderuar nga Klan Kosova ditën e djeshme telefonoi advokatin personalisht dhe unë ndoqa këtë intervistën. Advokati nuk e tregoi arsyen pse është liruar nga burgu personi në fjalë. Familjar të shumë të ditën e djeshme u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit 2 vëllezërve Morina, të cilët erdhën në Kosovë për të mbajtur të pamet e babait. Do me thënë, në përfundimin e ditës së tretë nga vdekja e babait, dhëndri vret 2 vëllezërit e gruas së tij me paralajmërim.
I Sufi më 30 mars të vitit 2025 theksohet që kishte rrahur gruan e tij. Tani do të thënë këto janë detajet se si Astriti e keq trajtonte gruan. Dhe të njëjtën e kishte kërcënuar që në rast se nëse ajo do të ndahej nga ai do t'ia vriste antarët e familjes. Imagjinoni që në mars është kjo gjëja dhe shtetet janë, do të thënë institucionet janë në gjumë, ja kanë rras gjumit dhe su plas fare. Gjithnjë, sipas dosjes më 30 mars të këtij viti, Astriti Sufi në mëngjes derisa gruaja e tij po përgatiste drekën e festës së Bajramit, atë që unë e thash, me që rasti i pandehuri ishte zgjuar nga gjumi dhe e kishte thirrur gruan e tij, të cilën e kishte goditur me peshqir në trup, duke i kërkuar asaj t'i zgjojë fëmijët nga gjumi. Flasim në ditën e Bajramit. E njëjta më pas kishte shkuar tek fëmijët, por ata nuk ishin zgjuar duke u kthyer sërish tek burri i saj për t'i treguar. Pas kësaj, Astriti Sufi përshkruhet se ishte nervozuar dhe kishte filluar të sulmoj fizikisht gruan e tij, përfshirë këtu shuplaka, grushta në të gjithë pjesët e trupit. Pasi kishin kaluar disa orë, Astriti Sufi ishte kthyer në shtëpi pas disa vizitave tek familjarët dhe kishte kërkuar ushqim nga gruaja e tij kur viktima i kishte thënë se mungon një nga produktet ushqimore me që rast kishte nisur një sherr tjetër, ku gruaja u rra për herë të dytë brenda ditës. Do të thënë 2 herë e rrahur brenda ditës, një person që ka kallëzim penal për këtë pjesën, i liruar nga burgu qëndron në shtëpi. Do të thënë kjo është, unë definitivisht nuk e kuptoj se çfarë institucionesh kemi ne. Duke mos mjaftuar më kaq, dëgjoni mirë tani. Astriti Sufi kishte marrë pjatat e ushqimit dhe i kishte kthyer në tokë duke e tërhequr më pas zvar gruan e tij dhe të njëjtën e kishte futur me dhunë ku kishte filluar të godas me kablo të rrymës në pjesë të ndryshme trupore. Do të thënë ky është kafsh. Në atë moment, në dhomë kishte hyrë vajza e tyre dhe kishte kërkuar babait të saj, të pandehurit i Sufit, që të ndaloj sepse po e mbyste nënën e tyre. Dosja sqaron po ashtu se pavarësisht kësaj kërkese, Astriti Sufi nuk kishte ndaluar derisa ai është dukur mjaftueshëm dhunë e përdorur ndaj bashortes, të cilën më pas e ka larguar edhe nga shtëpia. Duke shkuar edhe më tutje, Astriti Sufi në po këtë ditë të festës së Bajramit e kishte kërcënuar gruan dhe e kishte paralajmëruar atë se në rast se ndahet, ai do t'ia vriste të gjithë antarët e familjes. Ti zguxon me unda me mua se kam me të vra familjen, me t'i farru me ka krejti, thot. Në dosje përshkruhet kërcënimi në fjalë. Edhe pse prokuroria themelore dje konfirmoi se aktakuza ishte ngritur ndaj të njëjtit, gjykata themelore e Prishtinës me degën në Drenas kishte dënuar atë me burg prej 154 ditë dhe 300 euro gjop për dhunë në familje, derisa kanosja i llogaritej 500 euro që i bie prej 800 euro gjop gjithsej. Çmenduria e këtij rastit shkon edhe më larg, ku gruaja në fjalë kishte treguar se asaj nuk i ishte lejuar as mbajtja e telefonit. Pa telefon edhe me dhunë fizike të vazhdueshme, gruaja kishte treguar se nuk ka mund as të raportoj rastin e dhunës sepse s'kishte mundësi. Ai madje kishte kërkuar nga gruaja që t'u thot familjarëve se nuk ka çka lipin aty. Pas kësaj, gruaja ishte vendosur tek familja e saj, ndërsa fëmijët po jetonin tek babai për shkak që të mos u ndërpritej shkollimi. Pasi Sufi ishte dënuar me 5 muaj burgim, gjykata e apelit kishte ndryshuar vendimin, tani kjo është ajo pjesa që unë flas, dëgjoni mirë, të shkallës së parë duke i ndryshuar edhe kohëzgjatjen e dënimit nga 5 muaj në 3 muaj për rrahje brutale të gruas së tij, si dhe kërcënimet ndaj të njëjtës. Do të thënë e kanë lishuar. Ka qenë 5 muaj, ja kanë falë 2 muaj. Në lidhje me vendimin e themelores, kishte bërë ankesë advokati i Astriti Sufit Muhamet Binaku. Në përgjigjen në ankesë ishte paraqitur edhe përfaqësuesi i gruas së Astritit, Faik Morina, duke treguar se gruaja ishte kthyer në shtëpinë e përbashkët me Astritin në Komoran te fëmijët e saj më 22/4/2025 me marrëveshjen e të dy palëve në familje. Tani, ajo e gjitha pyetja që unë po drejtoj drejt jush, po njëkohësisht edhe drejt institucioneve është kjo. Edhe sa njerëz duhet të vriten
që institucionet në popullin ton shqiptar të marrin masa edhe gratë apo qytetari të jetë vërtet i mbrojtur, sepse çdo ditë ne po dëgjojmë vrasje të ndryshme në forma të ndryshme në për të gjitha vendet shqiptare.